Me duar trokitje filloi edhe mbledhja komemorative për Hadisheun, ashtu siç fillonin dhe përfundonin shfaqjet e tij. Në moshën 68 vjeçar është ndarë nga jeta aktori i madh Hadisheu. Me këtë rast, Kuvendi Komunal i Gjakovës organizoi mbledhje komemorative për të nderuar jetën dhe veprën e ikonës së artit shqiptar Hadisheut. Në emër të kryetarës së komunës, Mimoza Kusari Lila, telegramin e ngushëllimit e lexoi drejtori për kulturë, rini dhe sport Meriton Ferizi. Humbja e tij bën që sot të gjithë ne të ndjehemi shumë të pikëlluar, pasi humbëm bashkëqytetarin tonë të dinjitetshëm dhe të ndritur. Humbëm njeriun që la gjurmë të qarta e të pashkryera në historinë e teatrit të kinematografisë shqiptare. Prandaj vdekja e tij është humbje për të gjithë ne, kulturën e përgjithësi e jo vetëm për familjen e ngushtë. Në një moment kaq të rënd të krijuar nga kjo humbje e madhe, neve nuk na mbetet gjë tjetër përpos të kujtojmë të ndjerin Hadisheu si një familjar të mirë, një bashkëpunëtor të vyeshëm dhe një kontribues dhënës të vlerave të mifillta që asnjëherë nuk u dorëzua. Në veprimtarinë e tij artistike, Hadeu luajti mbi 170 role të ndryshme si në film ashtu dhe në teatr. Ai ishte njëri prej themeluesve të teatrit profesionist në Gjakovë dhe njëherë dhe drejtori i këtij teatri deri në vitin 2007. Në këtë mbledhje nuk munguan edhe ngushëllimet dhe fjalët nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij. Në emër të teatrit të qytetit të Gjakovës foli aktoria Muradije Muriqi. Është e vështirë për mua dhe për secilin prej nesh, sepse kemi diçka të tij në unin ton. Kemi diçka prej artisti, prej roli, figuracioni, skenës, dialogut e pse jo, edhe monologut. Bile, se cili prej nesh ka diçka të tij edhe në kujtimet e veta. E na, aktorët e teatrit Gjakovës, por edhe Kosovës, Shkupit, Shkodrës, Tiranës e më gjerë, kemi edhe më shumë. Pra, kemi një pjesë të çmuar të madhit Hadisheu. Kemi role dhe frytet e punës së tij prej aktorit të sinqert. Aroma e tij do të frymëzojë ëmbël e fuqishëm në derasat e skenës së teatrit të Gjakovës. Figura e Hadeu do të mbetet gjithmonë në ne dhe rreth nesh, thanë mestirash bashkëpunëtorët e tij. Për shumicën e njerëzve në këtë botë, jeta është si një kohë e keqe, ndodh dhe pritet që të kalojë. Ndërsa një jetë e jetuar ashtu si duhet, është e mbushur me mund e djerës dhe mbi gjitha me një qëllim të qartë për të qenë e plot dhe suksesshëm. Ky mbase duhet të ketë qenë mësimi i parë të cilin kishte mësuar në teatr miku i shkuar i madh dhe mbase më i vetati prej gjithë që i kemi njohur në jetën tonë artistike dhe jo vetëm Hadisheu. Hadeu, i cili në fakt fuqishëm besonte dhe e thoshte se jeta është komedi për ata që mendojnë, dërsa tragjedi për ata që ndjejnë. Ai njeri e vuri gjithë qëllin e vetë në funksion të mëshirimit të filozofisë të personazheve që ai interpretonte, për të përçuar tek publiku i vet atë mirësi që ai që marr përsipër. Dhe asnjëherë nuk e ekzibicionoi. Asnjëherë nuk shiti për të thënë shikoni kush jam unë. Dhe thjeshtësia e tij, që nga zëri i tij, që nga i syri i butë, që nga i temperament i qetë, por shpeshherë shpërthys deri në vulkan në situata të veçanta të personazheve të tij. Ishte modeli i njeriu të punës, korrekt deri në madhështi. Hadeu ishte mjeshtri, zanatit e thanë, gjithë atë që kanë punuar me te, unë me te të drejtën jam rritë. Filmat e mi më të mirë e kanë pas Hadeun yllë. Dhe ajo fuqjetja i shkelqimi ati yllë, një pluhuriz ka radhe mbi mua dhe mund ka bërë më të madhë. Dhe kur dhe që kam shu që atë tënë kës kam menu për Hadeun, e kam menu që fa roli do t'i japë. Po kur nuk kam menu e si do t'a luaj atë rol, i bindur nga faktë, i bindur nga puna që kam pasur me te, se gjithmonë faktikisht Hadeu ka shkelqyr. E në emër të shoqatës së artistëve të teatrit të Kosovës foli regjisori Bekim Lumi.
që në gjallje u shndrua në një ikonë të teatrit dhe të kinematografisë sonë kombëtare. Si një nga aktorët më të shumë të skenës sonë teatrore dhe filmike, aktori Hadisheu për plot 40 vjet, prej vitit 1976 e këndej, me mbi 170 rolet e tij, përkatësisht me pjesën më të madhe të krijimtarisë së tij skenike, identifikohet kryesisht me teatrin e Gjakovës. Kujtimi për të do të mbetet për herë në mendjen dhe zemrën tonë, thanë familjarët. Jemi krenar dhe gjithë këtë dhimbje të madhe kemi kthyr në krenari, sepse ashtu na ka edukuar Hadiu, që të jemi të fortë, që të kalojmë secilin sfidë të jetës ashtu burrërisht, pa u gjunjëzu, sepse ashtu bëjnë burrat shqiptar. Një falënderim po ashtu i madh për publikun gjakovar, për publikun shqiptar, anë mban botës, që për gjitha këto vjet e përcollën me duar trokitje dhe i thurën fjalë miradije, e që për të ishte një nderim i madh. Unë do të bëja edhe një falënderim shumë të veçantë për nënën tonë, për shoqen, për bashkëshorten Hadiut, për heroinin e vërtet, që para plot 12 vjetësh ja fali veshkën e saj, që të jetoj ja fali veshkën e saj që të jetojnë të lumtur, që Hadiu t'i kthehet skenës dhe ashtu ndodhi. Dhe ju kthye skenës fuqishëm me atë zë burrëror, duke shëtitur në për karaktere të ndryshme, duke realizuar figura gjigande. Hadisheu ka lindur me 15 shkurt të vitit 1949 në Gjakovë. Ai kishte diplomuar në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë me 1974 në degën e artit dramatik klasa Faruk Begollit. Në këtë mbledhje komemorative të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve shtetërore, politike, fetare, familjare meq. Pranë trupit të pajet të tij u bën homazhe nga shumë qytetarë e personalitete nga mbar vendi. E në varrezat e qytetit të Gjakovës, me ndërime të larta ju dha lamtumira a fundit ikonës së teatrit dhe kinematografisë Hadisheut, vepra të cilit u vlerësua shumë nga të pranishmit.